Faleminderit, kënaqësi gjithmonë që je në studion time. Përshëndetje. Si ka lindur kjo legjenda e jashtëksorëve? Është që nga antikiteti apo është një terminologji e re? Deri në sot është përdorur termi UFO. Domethënë objekte fluturues të pa identifikuar. Sot ky term nuk përdoret më, është hequr, është zëvendësuar me një term të ri që quhet UAP. Unidentified Unidentified object, ndoshta. Objekti pa identifikuar apo ARL fenomen. Po, fenomeni pa identifikuar. Është një term shkencor i vendosur dhe studiuar nga NASA dhe Pentagoni. Është propozuar në 2021 dhe është vendosur me ligj në SBA në dhjetor të 2023. Kjo është bërë me qëllim që pjesa shkencore të identifikohet me këtë terminologji, ndërsa pjesa e fantazisë dhe pop kulturës, ajo si UFO, të ngelet kulturës popullore. Dhe janë shkëputur. Domethënë, baza shkencore tani udhëhiqet me këtë term. Po më herë si ka qenë, pra si ka funksionuar gjithë ky mit? Vjen nga antikiteti apo jo? Sepse me piramidat e Egjiptit disa bëjnë krahasime anije kozmike etj. Njeriu gjithnjë ka patur dëshirë që të njihet me ambientin dhe komshit dhe ka kërkuar gjithmonë që të eksploroj terrenin, mjedisin, duke filluar nga ambienti ku ka qenë i fisit, i shtetit, i kontinentit dhe më në fund i gjithë globit. Pastaj i ka lindur dëshira që të gjejë dhe komshi të tjerë në hapësirën ndërplanetare. Dhe kjo ka lindur, ka krijuar, ka ushqyer fantazi nga më të ndryshmet. Të dokumentuara këto gjenden në Kinë. Në shekullin e 4 para erës së re gjenden dokumenta që njerëzit janë përpjekur të shpjegojnë disa fenomene dhe nga që nuk i shpjegonin dot, i lidhin me ekzistencën e jashtëksorëve. Pastaj më vonë ka patur informacione të ndryshme, po të gjitha të pa verifikuara. Në perandorinë romake po kështu. Mesjeta i zhvilloi këto fantazi në kulm, sepse i interesonte fesë për t'i përhapur këto. Dhe në mënyrë të veçantë, Kisha Katolike ka ndikuar shumë në përhapjen e legjendave të tilla për ekzistencën e qenieve jashtëkorsore etj. Edhe për të justifikuar atë teorinë që Krishti e tjerë kanë zbritur nga qielli. Problemi ishte se në mesjet deri 95% e fenomeneve të natyrës nuk shpjeguheshin dot. Dhe gjendesh një mënyrë për të shpjeguar në mënyrë të thjeshtë që këto janë të ndikuara nga ndërhyrjet e jashtëksorëve. Dhe ndërsa sot nga studimet janë bërë, për shembull, në 1979 është klasifikuar që 95% të fenomeneve sot janë të njohura dhe të shpjeguara. Dhe nuk ka nevojë për teori të tjera konspirative, fantazira etj. Por në kulturën popullore ka ngel po ajo gjendje. Domethënë, në popull mendohet që ka jashtëksorë që vinë, ikin, lënë teknologji ras. Dhe kjo pati dhe një, si të thuash, një bazë pjesërisht reale, pjesërisht fantastike, që u zhvillua dhe u kultivua sidomos në vitet 1945-1950. Sidomos në Amerikë, ku atje u bë dhe kinematografi, u bë dhe biznes. U bë për arsye të caktuara, sepse bile i pari në këtë është një person, një Arnold Kenneth,
që publikoi në shtyp pranin e disa objekteve të pa identifikuara në atmosferë. Kjo bëri shkas pasaj për shumë interpretime, kryesisht të gabuara, pas një bazë, etj. Megjithatë, është një bazë që pse lindi kjo teoria e UFO-ve në këtë periudhë. Në këtë periudhë kemi lindjen e aviacionit reaktiv në disa shtete. Dhe testimet me këtë aviacion ishin pafund. Në Amerikë, në Kanada, në Angli, në Bashkimin Sovjetik, e tjerë. Dhe ishin avion shumë të shpejt, fluturonin lartësi të mëdha dhe njerëzit nuk i kishin parë. Bëheshin dhe në mënyrë sekrete, se secili përpiqesh të ruante sekretin e vet. Paralel me aviacionin, kemi zhvillimin e teknologjisë së raketave. Po në të njëjtin periudhë, bëheshin testime raketash nga më të ndryshmet, në lartësi nga më të ndryshme, ajo histori që dihet për zhvillimin e kësaj arme. Njerëzit në forma të ndryshme i shikonin këto, po nuk i kuptonin. Për shembull, shihni një objekt në lartësi 30 km dhe një reflektimin e këtij objekti dhe nuk e kuptonin dhe detyrimisht shpjegimi më i thjeshtë është prania e UFO-ve. Po disje fluturuese nga ka lindur? Po, këto janë historitë e këtyre disje fluturuese dhe ndodhte edhe një fenomen tjetër. Në 1946, për shembull, vrojtime të shumta në Suedi jepnin informacione të tilla. Bile brenda një viti ka pat më tepër se 2000 informacione në Suedi. Përse ishin këtu? Avionët rusë nuk respektonin asnjë kufi dhe shkonin, kabërzenin kufit e shteteve, kalonin atë polin e veriut dhe dilin edhe në Kanada edhe në Amerikë dhe diktoheshin dhe atje. Tani, në qoftë se do t'i thoshe popullit që avionët rusë veprojnë në këtë formë, i testonin dhe do të thënë po ju ç'a bëni, atëherë për ta mbyllur këtë u hodh ajo teoria që janë ca objekte fluturues të panjohur që vinë nga hapësira. Dhe këtë teori e përgatiti FBI-a. Porositi dhe një film në Hollywood dhe doli që aty certifikohej e vërteta. Kur u deklasifikuan këto veprime, u pa që filmi ishte falso, se është publikuar kjo dihet, nuk ka asnjë. Dhe hecja e njeriut në hënë ka qenë e prodhuar në studiot e Hollywood. Pra, e faktuar tashmë. Nuk po flasim për konspiracione. FBI-a e mbylli këtë muhabet që nuk janë avion, nuk janë ballona, se janë dhe ballona që ngrihen për studime spionazhi, për studime atmosferike, shkencore. Kina ka patur disa të tilla që janë kapur së fundmi. Dhe detyrimisht për të mbyllur gojën e njerëzve që si na hynë në hapësirën tonë avion të tjerë, janë UFO. Edhe kështu kjo u zhvillua, u përpunua dhe mori atë formë pasaj që ishte e pamundur ta frenoje më këtë problem. Domethënë, kjo i përket periudhës së viteve 1945-50 si fillim. Po Shqipëria shprekur ndonjëherë nga këto kuriozitete ose në nivele po flas? Edhe në Shqipëri kemi probleme të tilla. Historinë e parë na i përshkruan Mihal Grameno më 1907. Ai ishte në qetën e Çerçistopullit. Qeta ndodhesh në malin e Çajupit dhe në një natë të bukur shikoi një flakërim në qiell. Dhe thot atje, pam një flakërim, një dritë të fuqishme e cila zgjati një farë kohe dhe nuk e kuptuam se çfarë ishte. U ngritëm të gjithë thot dhe ndoqëm këtë dhe pasaj ajo u shua gradualisht. Do me thënë, kjo